Si shpjegohet për muslimanët të cilët nuk jetojnë në shtet me shariat, diçka për obligimet apo lehtësimet me ajet ose me hadith? Shqyqoni, me të vërtet kjo është një pyetje prekse, e cila na prek krejtëve neve, të cilët për fat keq jemi në një shtet sekularist, në të cilin do thotë nuk gjykohet sipas fjalëve të Allahut dhe fjalëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Por thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ana bari'u mimman sakana ala dhahri mushrikin. Ka thonë, une nuk marr përgjegjësi për njerëz të cilët jetojnë në mesin e mushrikëve. Edhe faktikisht a kupton dini joni i madh, nuk ka përgjegjësi mbi neve muslimanëve që jetojnë do thotë mesin e mushrikëve. Se çdo gjë që ka ndodhur nuk mundna kërkan me shku me gjykue mbas shariatit islam. Pse? Se me shariatin islam është nëse dikush ka dalë ka vrarë tani duhet me shku na me morë edhe me vrarë. Por nëse na e vrasmi, na morë na shtin burg. A çështu? Do thotë po marr parasysh pse e vrajt e kriminalin, kanë me shtinë ti burg se e bën ti kriminal. A me kon që ka shtet islam, shteti është ai i cili e merr, edhe ja tregon akuzën, edhe ja jep hakin çashtu që e meriton, ose gjëra tjera. Për ato sy pra na të cilët jetojnë në vend ku nuk gjykohet sipas islamit, duhet me u mundu që sa ma tepër bile ato parimet e tona, jetën tonë me quhen bast fjalëve të Allahut dhe fjalëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për ato sy procesi ka me dhonën përgjithësi që sa ka pas mundësi, ndërsa sa s'ka mundësi, la yukellifullahu nafsan illa wus'aha. Allahu kërkan nuk e ngarkon sa s'ka mundësi. Por kemi na shumë raste kur kemi mundësi me u marrë vesh si musliman, por për fat keq përsëri nuk miremi vesh si musliman, por kena qef që mes neve me hinjanke dhe petki. Sikur ka kemi plot raste kur njerëzit divorcohen, ndahen apo i ndajnë do thotë obligimet e veta, por duke pas parasysh se ligji i jonkit edhe i bejt që t'i jep atina drejtësi ma tepër e nuk don me ndëgju fjalën e Allahut edhe fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë ky njeri duhet me kontrollue besimin e vet për atë arsye se nuk e ka kuptuar islamin sa duhet.